Kryetaria e qytetit të Shkupit Danila Arsovska i bën thirrje kryetares së VMRO-s që është në krye të bordit drejtues të higjienës komunale që të sjellë vendim për shkarkimin e drejtorit Sabahadin Rustemi që arrestua dhe të emëroi ushtrues detyre pas ai një ditë më parë dha dorëheqje. Arsovska shpreh se Mickoski po e terrorizon qytetin me udhëheqjen e tij diktatoriale dhe me regjim përmes bordit drejtues, duke keq përdorur institucionet dhe policinë që të mbjell frikë dhe të kryej presion para zgjedhjeve. I bëjmë thirrje kryeministrit Mickoski që e ka kryetaren e tij të bordit drejtues nga VMRO, e cila gjithashtu është kriminale e dënuar për 2 vepra penale në vitin 2006 dhe 2022, që të thëras bordin drejtues të higjienës komunale Shkup në përputhje me nenin 24A, paragrafi 2 ligjit për ndërmarrjet publike, që të merr vendim për shkarkimin e drejtorit dhe në përputhje me paragrafin 3 të njëjtit nen të emëroj ushtrues detyre të ndërmarrjes. Ndërsa pyet kryeministrin se pse nuk janë arrestuar drejtorët e ndërmarrjeve komunale në Tetov, Gazibab dhe Kumanov. Avokati mbrojtës Asmir Ali Spahiq njoftoi se Sabahadin Rustemi ka dhënë dorëheqje nga pozicioni i tij drejtor në NP Higjiena Komunale për arsye morale, ndërka gjykata penale djecaktoi mas paraburgimi prej 30 ditësh për Rustemin dhe Aki Saitin, menaxherin e mbeturinave, për shkak të, siç tha nga atje, rrezikut të ndikimit të dëshmitarët dhe mundësisë së përsëritjes së krimit. Ata dyshohen se kanë kryer vepër penale të rrezikimit të mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Drejtori Rustemi është emëruar në pozitën e drejtorit të higjienës komunale në fillim të këtij viti nga kryetaria e qytetit Danila Arsovska.